për ta tensionuar situatën, pak në humor, shkon të drejtori burgu dhe drejtori burgu që të lejoj ty që të lëvizë qikë shu, do që korupcion të japësh një lek këtu. E ku është kjo politika rehabilituese këtu? A i jo vetëm që del nga burgu, pa i del më mjeshtër i mashtrimit dhe gjithë gjërave sepse a i detyrohet se do të mbijetoj aty dhe zhvillon mjeshtëri dhe aftësi të tjera që të mbjetoj në këto kushte kaq të vështira dhe i bën këto dhe i ka të perfekcionuara ku del nga burgu. Dhe unë e thash, ky është një problem jo vetëm në Shqipëri. Po bota të paktën ka filluar ta jemi në penalti tani. Rritëm shpejt për quajtur penaltin. Vetëm një sekond. Si e mbarova direkt. Ore, ka biruca më apo kot po të mos është? Ka, më si s'ka. Biruca gjithë ato. Izolimi. Ka dy institucione. IVP-e ku vuhet vendimi penal dhe ka pasaj janë këto paraburgime që janë një 2-3 janë domat e paraburgimit në përkomisariate. Shoqëror që arrestosh para se dalësh para gjykatës. Do me thënë është ignorancë nga anë e pushtetarëve që nuk rregullojnë burgjet parat. Gabim do me thënë, se do përfundojnë aty? Jo, se një pushtetar kështu tha, nuk e dija që ishte burgu kaq keq. Mbi vlerësojnë vete. Po. Kanë më shumë besim se duhet vetë. Madje është bërë dhe një gabim tjetër, duhet farë burgje për peshën që janë shnoshë një edhe për gjatësinë. Gjuaj penaltin të lutem? Penalti? Po. Të presim do një zhurmë me helikopteri, se ne po shikojmë filma vetëm me Amerikanë. Që që në base ajo do të ishte një zgjidhje, se unë nuk e shikoj problemin një që të vogël. Dhe ishte burgosurin. Se dim, të vitë pasë. Dhe sjell dhe merë. Jo, unë shpresoj shumë të ashtë në kuadrë këti të hyrjes Bashkimin Europian, jemi që jemi një nga këto kushte që do të thëmë. Pa ta si të gënjejmë ata? Janë dhe, se mirë në njëri tjetër e gënjejmë se e kemi qenë. Për sa gjëra mund gënjejmë. Ata nuk i gënjejmë dhe kjo pika, po të paktën duke përftuar nga kjo integrimi i famshëm Bashkimin Europian, të rregullojmë dhe cilësinë e burgjeve, procedurave, drejtësisë. Sukur u tha që ne nuk i plotësojmë